je aty si një peshk i vogël në një oqean shumë të madh. Duhet i kthejmë syt dakord të trashëgimia, ju keni informacion dhe jeni informuar për këtë gjë, po duhet kthyer pak syt nga ato që janë themelet të kulturës, dhe për të cilat duhet menduar seriozisht dhe duhet kërkuar llogari seriozisht. Që janë të paktën 4 shtylla themelore që quaj unë dhe ku qeverit për t'ju përgjigjur pyetjes tënde kanë dështuar. Pra ka të shtyllat që janë libri, që janë kinematografia, që janë teatri dhe arti bashkohor. Pra nëse do kishte një fjalë kyç, ky podcast, ky diskutim që po bëjmë bashkë është nevoja për një vetdije, për ndërgjegjësim. Si gjeneron ide, si krijon një temë, një çështje që ti do merresh. Hidhu në jetë, hidhu në rrugë. Tako njerëz, qarkullo me autobus, shiko fytyrat e njerëzve, shiko çfarë i mundon, shiko çfarë i ndan, çfarë i bashkon, çfarë i gëzon, çfarë ju mungon. Shiko veshjen e tyre, shiko duart e tyre. A ju rëndon çanta që mbajnë? A janë fjalë pak? Nuk i pushon goja?